Gertat, përshëndes, ti e pozicionuar në katedralen e Shëmpalit. Na trego pak për atmosferën edhe për përshtypjen ndoshta që ke marrë nga besimtarët që janë pozicionuar tashmë ndoshta janë duke ardhur pranë kësaj katedraleje. Të përshëndes Hapi, sigurisht që ndarja nga jeta e besimtar, ndarja nga jeta e Papa Francesku sigurisht që ka prekur besimtarët katolike dhe ata shqiptar. Në katedralen Shëmpali, ditën e sotme në orën 18 do të mbahet një mesh për lutje për shpirtin e Atit të Shenjtë, i cili u nda nga jeta në moshën 88 vjeçare. Mesha e dritës është cilësuar, është quajtur kjo mesh, do të nisë në orën 18 këtu në katedralen Shëmpali dhe do të hiqet nga Im Zot Arjan Dodaj. Ndërkohë, përpara nisjes së kësaj meshe, pritet gjithashtu që Im Zot Arjan Dodaj të bëjë dhe një video mesazh në lidhje me ndarjen nga jeta të Papa Francesku, ku do të shprehë pra ngushëllimet dhe dhimbjen për ikjen nga kjo botë Atit të Shenjtë. Sigurisht që gjatë ditës së sotme në katedralen Shëmpali ka pasur vazhdimisht besimtarë katolik që kanë zhvilluar homazhe pranë fotografisë të Atit të Shenjtë, e cila qëndron e vendosur këtu në ambientet e lutjeve në katedralen në Shëmpali, një fotografi pra Atit të Shenjtë me shëritin e zi, ndërkohë që vijojnë pra edhe përgatitjet për këtë mesh do të nisë në orën 18, ku salla e lutjeve në katedralen Shëmpali është dekoruar me lule të bardha dhe të verdha. Pritet që në orën 18 të ketë qindra besimtarë që do të marrin pjesë në meshën që do të mbahet për lutje për shpirtin e Atit të Shenjtë, i cili u nda nga jeta mëngjesin e sotëm në Vatikan. Pa pritet që të ketë besimtarë të shumtë që do të marrin pjesë në këtë meshë të udhëhequr nga Im Zot Arjan Dodaj, por ndërkohë ditën e sotme gjithashtu është pajtur një deklarat nga konferenca hipeshkënore e Shqipërisë, ku në Shkodër u lexua nga Dom Mark Pashkja, të cilën juftoi ta ndjekim tani. Na bin mend mujt e fundit të vujtjes së tij shëndetësore, në të njëjtën kohë, kam ngulja e tij për të qëndruar pranë popullit të tij si bari i mirë deri në fund, edhe përgjatë këtyre ditëve të Pashkëve. Ditën e Pashkës, pra dje, deshti vetë personalisht që ai ta jepte bekimin urbi et orbi, si testamenti i tij i fundit. Ati Shenjtë, Papa Francesku, iku duke na bekuar. Papa Francesku zgjodhi ta vizitoj Shqipërinë me 21 shtator 2014 si vendin e parë evropian, pak pasi ishte zgjedhur në krye të Kishës Katolike Universale. Në atë vizitë të gjithë kujtojmë fjalën e tij e më pas për kujdesin e tij të vazhdueshme për Shqipërinë. Papa Francesku e udhëhoqi Kishën në këto vite nëpërmjet një dëshire të thellë ndryshimi dhe reformash. Ai u bë një zaj i fuqishëm në gjithë botën, duke shpallur ngjillën e dashurisë ndaj më të varfërve dhe më të përjashtuarve të shoqërisë. Ai ngriti vazhdimisht zërin kundër luftës, armatimeve dhe shkatrimit të krijimit. Me fjalë dhe me vepra e udhëhoqi Kishën Katolike drejt një trajte më të përulur, më të thjeshtë e më sinodale. Ne jemi mirënjohës hyjt që na dha Papa Francesku në këto vite dhe i lutim hyjt që ta pranojë në banesën e amshume të mbretërisë së tij.